Flori Momajesi, i cili ka disa vite që është zhdukur nga treku muzikor, është larguar më saktë. Dhe në një nga këto postimet me video ka thënë që unë kam vdekur për së gjalli. Ka përdorur këtë Është teksti një këngë apo është? Jo, nuk është tekst këngë. Këtë frazë ka thënë për momentin në të cilin ai ndodhet. Çfarë do i kishte thënë Flori Momajesit nëse do shkojë të takoje si një pastor? Florin unë e përshëndes, e du fort, gjithnjë kam qenë fan si këngëve të tij. Kur një person bën një deklaratë kësaj natyre, diçka ndodh në botën e tij të brendshme. Zakonisht me artistët kjo është një gjë që ndodh në mënyrë të përsëritur. Piktorët, autorët të teksteve, kompozitorët, njerëzit edhe me njerëz të mendimit që shkruajnë. Shpresoj të ketë një katarsis që ndodh brenda shpirtit të tij në dimensionin e rivendosjes së vlerave të vërteta atje ku këto vlera meritojnë të jenë, sepse fatkeqësisht në botën në cilën ne jetojmë kemi zhvendosur ato që duhet jenë primare dhe i kemi trajtuar si dytësore, tretësore. Shpresoj që kjo është ajo që ka ndodhur me Florin. Kështu që mezi pres që Flori dali me risi, me gjëra të tjera, sepse është shpresoj të jetë historia e farës tek Flori. Që fara së pari, thot Jezu Krishti i Nazaretit, duhet vdes përpara se t'i japi jetën një bime të re. Edhe si duhet ta kuptoj Flori këtë? E kupton Flori. E kupton? E kupton patjetër. Në rregull. Pra, të vdesësh nga vetja, nga egoizmi yt. Mbase Flori ka përjetuar diçka që unë nuk e di, ne nuk e dim, edhe ai është okay me idenë të ruajturit të kësaj çka ai ka përjetuar, që mund të jetë lëndim, mund të jetë dhimbje, mund të jetë tradhti. Ne nuk e dim këtë gjë. Mund të jetë tradhti. Por kjo deklaratë filozofikisht dhe teologjikisht mbar vlera shumë të fuqishme, sepse përpara se bima të çel dhe të dalë në dimensionin e dukshëm për një kohë gjatë, ajo nuk është një bim, ajo është një farë dhe është e mbuluar nga dheu. Pra kjo është metafora e vdekjes. Nën tokë, e mbuluar nga dheu, errësira, i ftohti, vetmia, gjithçka që na bën të përballemi me forca që janë më të mëdha se ne, që synojnë xhbërjen tonë. Por në vend që ne të xhbëhemi në dimensionin e asgjësimit, ne xhbëhemi nga e vjetra për të rinisur jetësimin e diçka e krejt tjetër, krejt ndryshe, krejt e re. Për këtë arsye thash Florit që mbase një risi. Shumë e bukur. Mesazh për të gjithë, jo vetëm për Florin.